Hani një banane në ditë dhe i dhoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Nuk është më sekret që frutat përmbajnë vitamina dhe bananet janë shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Konsumi i tyre do të sjellin benefite për trupin dhe këto janë disa të mira që bananet do të sjellin në shëndetin tuaj sipas ekspertëve të Healthline. Bananet do ta pasurojnë trupin me të gjitha lëndët ushqyese siç janë edhe kaliumi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kaliumi është një lëndë ushqyese kritike që gjendet në çdo qelizë të trupit. I përdorur gjërësisht gjithashtu edhe për ngarkesat elektrike që mban qelizat tuaja të shëndetshme dhe më të mbrojtura. Shtimi i bananeve në dietën tuaj do të furnizojë me nivele të duhura të kaliumit për të qenë një organizëm më i fortë, më i shëndetshëm dhe të keni më pak probleme në shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se bananet janë të mira dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të niveleve të sheqerit dhe të presionit të gjakut. Shumica prej nesh mendojnë se natriumi mund të jetë një nga shkaktarët kryesor të problemeve që shkaktojnë hipertension, por edhe ushqyerja e keqe mund të jetë një ndikues i drejtë për drejtë i këtij shqetësimi. Ekspertët thonë se bananet janë të mira për personat që kanë presion të lartë të gjakut, sepse mund të ndihmojnë në dukshëm në shëndetin e tyre dhe të mbajnë larg komplikacionet në mënyrë të njëpasnjëshme. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një shtyllë të mirë ushqyese për organizmin edhe në betejën kundër komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni të mirat e bananes në dietën tuaj, sigurohuni që t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Bananet janë një produkt fantastik edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Të konsumosh sa më shumë banane në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një faktor shumë i mirë ushqyes për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Andaj përfitoni nga ky rast dhe shtoni bananet në dietën tuaj. Bananet mbajnë larg problemet të shëndetit të zemrës. Natriumi gjithashtu ndikon te shëndeti i zemrës. Të merrni më shumë natrium dhe të nxirrni atë është një zgjidhje shumë e mirë për të optimizuar gjithashtu edhe nivelet e shëndetit të zemrës dhe për të mbajtur larg komplikacionet e saj. Ekspertët shtojnë në një zëri se të mirat që vijnë nga konsumi i bananeve do të luajnë një rol pozitiv në shëndetin tuaj dhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të shëndetit kardiovaskular. Andaj, zgjidhni bananet si një përzgjedhje të mirë ushqyese për organizmin edhe në lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme ditore. Bananet janë një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se mollët dhe portokalli të marra të gjitha së bashku. Përfitimet që merrni nga konsumi i bananeve në dietën tuaj do të jenë të larmishme edhe në aktivitetet tuaja ditore, duke i kthyer ato në një prej produkteve më të mira për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj të konsumosh banane në dietën tuaj ditore është gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni trupit dhe të mbani larg komplikacionet e tij. Bananet janë të pasura veçanërisht edhe me element të mirë të kaliumit, të fibrës, të vitaminës C, gjithashtu të vitaminës B6, shumë të rëndësishme këto element ushqyes për aktivitetet tuaja ditore, citon Healthline. Ato janë të mira, megjithatë bananet duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt në vazhdimsi të dietave tuaja. Shtimi i bananeve në dietën tuaj, sipas ekspertëve, do të ofrojë rreth 450 mg kalium për çdo banane, i cili është shumë i mirë për shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe për presionin tuaj të lartë të gjakut. Kaliumi i bën shumë mirë shëndetit të zemrës dhe është i nevojshëm edhe për të mbajtur atë nën kontroll kundër problemeve të tensionit të lartë të gjakut. Ndaj shtimi i bananeve në këto raste në dietën tuaj do të përbëjë një rrugë të mirë komunikimi midis presionit të lartë të gjakut dhe shëndetit të mirë. Ekspertët shtojnë se bananet janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandashme të dietave të tij. Banania është një frut shumë i mirë për shëndetin e stomakut dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet e tij, pasi bananet ofrojnë fibër por edhe sheqer. Pavarësisht niveleve të larta të këtij të fundit, fibra do ju balancojë përthithjen e tyre në organizëm. Ekspertët thonë se ngrënia 2 banane në ditë është një mënyrë shumë e mirë për të kujdesur më mirë për shëndetin e zemrës.
Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomanduar për njerëzit të cilët të vuajnë nga problemet e diabetit. Ka njerëz që shqetësohen se duke ngrënë më shumë banane mund të teprojnë me dëmet e tyre në shëndet, sidomos në aspektin e kaliumit. Shtimi i bananeve të freskëta në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet shumë të mira për të nxitur një organizëm të shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tyre. Ekspertët shtojnë se bananat janë të mira për organizmin dhe një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 banane çdo ditë, pa u shqetësuar shumë edhe për elementet e ndryshëm ushqyes. Bananet mund të konsiderohen si një nga frutat më të vlerësuar për shkak të përfitimeve që i japin shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bananet janë mjaft të fshishme dhe mund të gjenden gjithashtu edhe me çmime të arsyeshme në të gjitha tregjet. Ato përmbajnë vlera të larta ushqyese, gjithashtu edhe elementë të nevojshëm për mbrojtjen e organizmit, fibrat dhe elementet e tjerë natyral të fruktozës. Ja pse duhet të hani çdo banane si një zgjedhje të mirë ushqyese për dietën tuaj ditore. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjeni kudo dhe mbi të gjitha mund t'i merrni edhe në ushqyerjen tuaj pas një ushqimi të rënd. Shtimi i bananeve në dietën tuaj ditore do të luajë një rol të mirë edhe kundër problemeve të urthit. Ndryshe, mund të njihet gjithashtu edhe si djegja e stomakut. Bananet kanë efekte të mira laksative, antiacide dhe mund të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuar nga aciditeti i tepërt në stomak. Mjafton të hani vetëm një banane në ditë dhe menjëherë do të ndjeni lehtësimet e para që i shkaktojnë organizmit tuaj nga një ushqyerje e keqe. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një shtyllë të mirë komunikimi midis një ushqyerje të shëndetshme dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e bananes, sigurohuni që t'i keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja. Bananet janë një burim shumë i mirë për rritjen e energjisë trupore. Shtimi i bananeve të freskëta në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë të keni një energji më të lartë gjatë ditës. Nëse hani të paktën 2 banane në ditë para një ushtrimi të madh në palestër, do të përfitoni mjaftueshëm energji për të paktën 1 orë stërvitje. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore është gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni trupit edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni nga të mirat e këtij fruti, sigurohuni që ta keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja. Kështu rezultatet në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe do të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër problemeve të anemisë. Bananet janë një aleat i fuqishëm i personave që vuajnë nga anemia. Bananet u japin atyre nivele të mira të hekurit për të qenë të nevojshme edhe për të stimuluar qelizat e duhura të gjakut në prodhimin e hemoglobinës dhe gjithashtu furnizimin e trupit me gjakun e nevojshëm. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një rrugë të mirë ushqyerje për shëndetin edhe në lehtësimin e problemeve të ulçrave. Ndaj ky frut mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për organizmin tuaj. Bananet cilësohen gjithashtu si fruti i lumturisë. Bananet të shtojnë humorin e mirë dhe luftojnë depresionin, kjo për shkak edhe të niveleve të larta të tripofanit që më pas kthehet në serotonin. Serotonina cilësohet si hormoni i lumturisë dhe mund të ndihmojë në shumë aspekte të shëndetit tuaj. Ndaj, përfitimet që do të merrni nga ky frut do të jenë të menjëhershme për organizmin dhe do të parandaloni kështu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët thonë se bananet janë një qetësues shumë i mirë i nervave tuaja. Duhet të hani banane kur jeni në humor të keq ose edhe më të stresuar, pasi ky frut do të ndikojë drejt për së drejti në cilësinë tuaj ushqyerjes dhe mund të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Vitamina B6 që gjendet me shumicë tek bananet mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj nervor edhe te njerëzit të cilët kanë një humor më të keq. Kur keni temperaturë të lartë mund të konsumoni banane, pasi janë cilësuar si një nga frutat më të mirë ushqyes për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtojeni ato vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe ndikimin që kanë ato në ushqyerjen e mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bananet parandalojnë depresionin dhe gjendjen e trishtimit pasi përmbajnë nivele të larta të tripofanit.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.